Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Bukhari, Allah më pas më shëruar në vazhdim, cek në kapitullin vlera ati që mëson për vete dhe që mëson të tjerët. Vlera, pozita e ati që mëson për vete dhe mëson të tjerët. Dhe në hadithin 70, cek hadithin an Ebi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيآن لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Ebu Musa Ash'ariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: udhëzimi dhe detyria me të cilat më ka dërguar Allahu, udhëzimi dhe dija, detyria me të cilat më ka dërguar Allahu, i ngjasojnë, janë shembull i tyre është, i ngjasojnë shiut kur bie me bollok në tokë. Udhëzimi dhe detyria me të cilat më ka dërguar Allahu, i ngjasojnë, i përngjajnë shiut, i cili bie me bollok në tokë, pra bie shi i mjaftë. Në mesin e tokave ka tokë që është pjellore, e thith ujin, dhe bin barë e bahrishte të shumta. Po në mesin e tyre, tash lloj tokës tjetër, ka të atill që është shterp, por e mban ujin, pra nuk është tokë pjellore, ama e mban ujin. Andaj me të Allahu o sjell dobi njerëzve, pinë për vete, u ashuajnë etjen të tjerëve, dhe u jitin të mbjellat e tyne. Por shiu bie edhe bë një lloj toke tjetër, e që është lloji i tretësh. Shiu bie edhe bë një lloj tjetër të tokës, e cila është aranore, as nuk e akumulon ujin, as nuk bin mbarë në te, as nuk e ru, as nuk qëtë fryte. Në njërën anë, kështu shëmbëllen, apo i ngjason, ai që ka kuptuar fenë, dhe që ka përfituar nga udhëzimi e dija, me të cilat më ka dërguar Allahu, pra ka nxanë dije dhe atë u a ka mësuar të tjerëve. Ka marrë dije për veti dhe u a ka mësuar të tjerëve. Kurse në anën tjetër, është shëmbëllimi e atij që as pak nuk ja vë veshin fesë dhe nuk e pranon në udhëzimin e Allahut, me të cilin unë jam dërguar. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam
gjatë shpjegimit të fesë. Shumë herë, jo rrallë herë, shumë herë, sillte shembuj. Edhe me shembuj, u asqaron të sahabëve, atë çfarë dënte të thoshte ai i bekuar, alayhi salatu wassalam. Në mënyrë që sa më lehtë të kuptohet, edhe sa më lehtë të mbahet mend. Gjithmonë me shembuj, e kupton më lehtë, po dhe mban mend më lehtë. Andaj është metodë e shkëlqyeshme e pedagogjisë për mësuesit, pedagogët, ligjëruesit e kështu me radhë. Në këtë hadith, që transmeton Ebu Musa Ash'ariu radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjason e përgjan udhëzimin me të cilin i ka ardhur prej Allahut azza wa jall, apo që këtë udhëzim është dija shariatike, e cila të shpihet tek Allahu i madhruar. Udhëzimi dhe dijen, nurin, dritën qellore, i ngjason me shion, e cili zbret në tokë, por që toka është lloj-lloj. Andaj, edhe udhëzimi si udhëzim është ai që është. Por njerëzit janë lloj-lloj. Andaj, e bën një krahazim se si përfiton toka, llojet e tokave prej shiut, i cili shiun parim është hajër, e bereqet. Po ashtu edhe udhëzimi qiellor, e dija, e ardhur prej qiellit, ani pse nuri o dritë hajër, por jo ta njerëzit përfitojnë. Kështu që ka tokë që e pranon shiun, ka që nuk e pranon shiun. As nuk e mban hiç. Ka tokë që qëtë bereqet pas shiu, e ka tokë që nuk qëtë bereqet. I ra shi, nuk i ra shi, nuk qëtë bereqet. Pra shiu sinjalizon dijen, ilmin, dijen. E kjo është folur për kapitullin e dijes. E qitja e fryteve nga toka sinjalizon për ciljen e dijes njerëzve të tjerë. Imam Nevaviu të komenti këtij hadithi, sepse hadithi në cek edhe Buhariu edhe Muslimi të dytë, Imam Nevaviu, Allah e pas mëshiruar, të komenti këtë hadithi thëtë, kuptimi i këtij shembulli, që pejgamberi sjell këtë shembull, është se toka është 3 lloje. Po ashtu edhe njerëzit janë 3 lloje. Lloji i parë, toka pjellore, e cila përfiton nga shiu. Ashtu që ajo ngjallet, pasi të ketë vdekur kur t'i bie shi. Ka vdekur nga thatësia, bie shi e ngjallë. Bin bari, bin barishte, drithra, bereqet, e kështu me radhë. Të lloj-llojshme. E më pas, për këtyne fryteve, për këti bereqeti, përfitojnë njerëzit, përfitojnë edhe shtazet. Po kështu është edhe lloji i parë i njerëzve. Ju arrin aty në udhëzimi, dija, ata mësojnë atë, i ngjallin zemrat e etura për te, me nure dhe me udhëzim dhe me dije, punojnë me te, dhe u mësojnë të tjerëve ato, apo atë. Ashtu që ai përfiton për veti, dhe njëjtën kohë mëson edhe të tjerë. Përfiton vetë dhe prej tij përfitojnë të tjerët. Pra, shembulli i kësaj toke është si shembulli atij dietari apo alimi, i cili mëson fen,
e Allahut e kupton, punon me atë dije që e ka mësu, dhe mësën edhe të tjerët. Përfiton për veti, por edhe të tjerët i shohin hajrin. Dhe kjo është lloji më i mirë i njerëzve. Sikur se e toka më e mira, më e bereqeshme, që thot populli është tokë e klasës parë. Këta e njerëz e klasës parë. Lloji i dytë, toka e cila nuk përfiton nga ai shi për veten e saj. Ashtu është toka jo. Nuk përfiton, nuk e thith ujë. Por nga ajo megjithatë nga ajo ka dobi, sepse ajo mban ujin, të harron si rezervar, si depo, nga i cili ujë përfitojnë të tjerët. Pra është tokë e fortë, e shkretë, nuk e bën bereqetin, nuk qëtë barishte, por megjithatë ajo mban ujin si lloj rezervari. Dhe për atë uji përfitojnë të tjerët, njerëzit, bagtit, bereqetet i ujitin me të bereqetet, dhe kështu me radhë. Po kështu është edhe lloji i dytë i njerëzve, të cilët janë udhëzuar, mbajnë mend, kanë dije, por nuk lodhen shumë për të përfituar nga ajo dije që është dhënë atyne. Po ashtu, ata dhe na dhe në ibadet nuk lodhen fort shumë. Kështu që ata e ruajnë atë dije që e kanë, se kanë dije, derisa t'ju vije ndonjë talebe, kërkuesi dijes, e atë shumë për dije, dhe e marrin dijen prej tyne dhe përfitojnë prej saj. Kështu që ata njerëz ju sëllën dobi të tjerëve, u hapan hajrin të tjerët. Ani pse vetë nuk përfituan ku me ditë sa, por megjithatë u bënën shkak e sebeb që të përfitojnë të tjerët. Për shembulli i kësaj toke, pra është sikur se dietare pa alimi, i cili din shumë, i mëson të tjerët. Por vetë nuk punon me atë që e di. Thë ndryshe, ajo sikur se qiri, i cili ndreqon të tjerët, por vetë harxhohet, shkrihet, digjet. Lloji i tretë është toka e cila nuk e mban ujin, as nuk jep fryte e bereqete. Ashtu që ajo nuk përfiton nga shiu për veten e saj, vetë nuk përfiton, e as prej saj nuk përfitojnë kur gjanë të tjerët. E që është lloji më i keq i tokës. Po kështu është edhe lloji i tretë i njerëzve, të cilët nuk mbajnë mend, nuk mësojnë nga feja, nuk lodhen. Nëse dëgjojnë dije, nuk përfitojnë prej saj, as nuk mbajnë mend, e nuk përfitojnë të tjerët prej tyre. Shembulli i kësaj toke është si shembulli i muslimanit ignorant, gjahil, ose muslimanit që di, por nuk punon me atë që di. As nuk i mëson të tjerët, as vetë nuk punon, as të tjerët nuk i mëson. Ose o shembulli i jo muslimanit, mund tjetë të ke për qëllim, me këtë llojin e tretë, mund tjetë për qëllim jo muslimani, i cili ende nuk ka hyrë në fe, nuk e ka pranuar udhëzimin e Allahut, siç e thek në hadith. Imam al-Aini i Hanefive, kështë tash alim tjetër, i cili e shpjegon, e komenton Sahihun Buhariut të ky hadith thot: i pari është ai njeri që përfiton për vete, edhe nga ai përfitojnë të tjerët. Dhe kjo është grada më e lartë. Përfiton për vete, sepse ka nevojë për vete, u mëson të tjerëve, sepse ndjen emanet, bërç,
ma mësu të tjerëve për hajrin. I dyti, është ai njeri cili përfiton për vete, por nga ai nuk përfitojnë të tjerët. I treti, është ai njeri cili as nuk përfiton për vete, as nuk përfitojnë të tjerët, as gjë prej tij. Me të parin, sinjalizohen ulemat. Me të dytin, ata që e transmetojnë dijen, e përcjellin atë tek të tjerët. Me të tretin, ata që s'kan dije, e as s'kan logjik, as lodhen hiç. Imam Buhariu, Allah e pas mëshiruar, këtë hadith e ka sjellë në këtë kapitull për të treguar rëndësinë e dijes dhe se përfitojnë njerëzit nga dija. Dija është ka rëndësi të madhe, por si përfitojnë njerëzit. E këtë mënyrë, këtë përgjigje mas mi të përjep hadithi lartë përmendur i pejgamberit alayhi salatu wassalam. E që nga hadithi ka shumë përfitime, si vlera e dijes, pastaj atij që mëson dhe u mëson të tjerëve. Ibn Batali, Allah e pas mëshiruar, e që është komentues tjetër i Sahih Buhariu, në koment të këtij hadithi, thot se nga ky hadith përfitohet udhëzimin e Allahut, dinin e tina, nuk e pranon vetëm sa ai që ka zemrën e tij të pastërt nga shirku dhe nga shekki apo dyshimi. Zemra që e pranon dijen dhe udhëzimin është si toka e etur për shi, e cila përfiton nga shiu, ngjallet e tokë dhe jep fryte. Edhe zemra besimtarit përfiton nga udhëzimi, ngjallet pasi të ketë qenë në vdekur dhe jap fryte. Po kështu zemrat e pastërta nga dyshimi e shirku, të etura për udhëzim e për din, kur të ofrohet dija, e kapate, ngjallet me te, mëson prej saj, qëtë fryte nga të cilat ngjall njerëzit e dobët, nevojli për ngjalljen e zemrave të tyre. Por ka nga njerëzit që zemrat e tyre janë të gatshme të pranojnë dijen, por që ato nuk janë të denja, të mençura, nuk janë të zoja, tafta. Ashtu që ato e kapin atë dije dhe e ruajnë derisa t'ju vije dikush, e hetshëm të pi ujë nga ajo dije, të marrë e të përfitoj prej saj, të ngjallet me te. Kjo është gjendja atij që përcjell dijen tek të tjerët, por ai për vete as nuk ja di vlerën, as nuk e kupton. E ka njerëz të cilët dëgjojnë, por nuk kuptojnë. As nuk mbajnë përmendësh. Ashtu që ata nuk përfitojnë asgjë nga ajo dije dhe nuk qesin fryte. Pra Buhariu, Imam Buhariu, Allah pas mëshiru, do me tregu me këtë hadith se dija është një madh dhe se Allahu nuk jam mundëson në çdo kujt përfitoj për dijes. Nuk jam mundëson. E ati që jam mundëson të përfitoj, atë e ka ndëru. Ama robi dohet me marrë sebepet, do të përpiqet të jetë për atyne, që përfiton për udhëzimit qiellor, për dijes qiellore, që na ka zbritur Allahu i madhruar. E pastaj qëtë fryte. Sepse veç dija pa fryte është e mangët. Është sikur se toka që mban ujin, por tjerë pinë, për bereqet s'ka. E runa zëtë klasë shkalla fundit është më e randa, ku s'merr vesh sen, apo nuk ngan, apo nëse ngan nuk
s'lodhet për atë punë hiç. Pra as për vete nuk përfiton, edhe as të tjerë për ti nuk përfitojnë. Allahu na ruaj për kësaj këtij lloji të fundit, e na bë për lloj të parë. Amin. Faleminderit. Wassalamu alaikum. صحيح البخاري